është një super rëmuj, se sa po kam bërë një unboxing, veshje për bekin edhe këto produkte të flokëve që rimora sërish nga Moroccan Oil tek 31 Cosmetics. Kështu e gjeni në Instagram në rast që doni të bëni porosi. Sa ngjyrë bukur, më pëlqen shumë kjo ngjyra blu se shikoni pak. Sa vëmendje merr këtu. Do të tregoj shpejt çfarë mora. Kjo është për të mbrojtur flokët nga nxehtësia dhe përdoret përpara që ju t'i thani. Ky është një body oil për në verë me xixa, fantastik. I love this. Se është edhe kjo masia që mund ta marrësh kudo me vete. Se kam pafund, më besoni, kurse s'kisha, për thjesht disa janë shumë të shumtuar në mënyrën se si aplikohen, disa janë shumë dhej, disa s'bëjnë sipas mendimit tim, edhe kështu. Mora këtë Elixir Repair Freeze Spray për flokët, për t'i krejur më lehtësisht edhe për t'i mbrojtur gjithashtu. Kam marrë hair mistin, të cilin e përdor për të krejur flokët, dhe kur i kam të thata e aplikoj, është fantastik, do të rimbush edhe këtë të voglin që unë mora. Mora maskën në traj gjalpi kur unë i laj, edhe këtë këtu që mund ta përdor pak më rrallë, se përdor këtë, por që është fantastike. Ju jep shkëlqim edhe i mbron shumë flokët. Këto janë produkte që mora, edhe tani do i dërgoj në për vendet e veta, të gjitha. Si që shikoni, këtu kam edhe laku në flokëve, si se mora dhe i lak është në fund. Dhe këtu kemi dry shampoo. Qa do një më? Gjithë linja nga Moroccan. Edhe pyesni akoma se çfarë përdor t'Alda për flokët. Kur isha këtë herë në fundit në Marok, po, në aeroport bleva këtë nga Nux, se si quhet Nux. Me roller. Duke qenë se të gjitha ato të Nux, ose të ma si thuat, nejse, e kuptoni, është ky brendi. I kisha më atë aplikimin që unë, me thënë drejtën, bëhesha gjithmonë shut kur e aplikoja, sidomos e veshit e bardha, dhe kjo me rollon mendova se është shumë praktike dhe e mora. Nuk ma mori kur mendja që do na dilte kjo tek Moroccan Oil. Por gjithsesi, verën e kemi para, jemi gjithkohë që dalim, shalet jashtë, krahat jashtë, na duhen të shkëlqejmë, edhe i përdor të gjitha, pse jo. Çdo çantë, në çdo udhtim të ketë nga një kështu. Vaj me xixa. Dhe kombinoj me këtë butterin, kremin e trupit, vaj me xixa. Unë kam lëkurën shumë të thatë, shumë ekstrem të thatë, saqë më thonë vajzat tek trajtimi që unë e bëj një ditë po, një ditë jo, që përdoren shumë vaj për të bërë trajtimi, dhe prapë më thonë si ka mundësi që e ke kaq të thatë. Asu nuk e kuptoj, po jam shumë e thatë, natyrë e thatë, flok të thatë, lëkurë të thatë, di. Kanë marrë herë më këto kur i kam krejur. Tani, e dini ju, videot e mia hapen para një udhëtime, kryesisht. Kur po bëj make-up, kur jam me Terezi për të folur me ju, edhe kur kam gjëra për të treguar. Në këto raste hapet video. Alda. Nise. Si që dhe kuptuat, unë tani po bëhem gati, bëj gati valigje se të shkojmë në jug të fundjavë me të gjithë familja, si që jemi, të gjithë bashk. Dorim 2 ditë atje, me qenë se Roy kishte pushim nga shkolla me rastin 1 majt, thashtë të shfrytëzojmë të prindit të shumë të diel. U bënja 2-3 javë që unë fundjavë nuk është se kam shfrytëzuar për të lëvizur, kam shfrytëzuar më shumë për të rimarrë veten, energji për të menduar për javën, çfarë duhet, çfarë s'duhet, edhe për të ndenjur më tepër me fëmijët dhe në shtëpi. Këtë fundjavë do jemi me fëmijët, sigurisht, edhe do lëvizim në jug, uroj ta shijojmë, uroj mos na dalë përhundër, se këto udhtimet me fëmijë janë thik me 2 presa. Mund të jetë udhtimi më i bukur që ti ke bërë, ose udhtimi më i lodhshëm dhe i tmerrshëm. Pse do thoni ju? Ose do se morit njëri, ose tjetri nuk ri, ose nuk ambientohet fare, që në këtë rast është Beki, por që do e dalim, do marrë dhe vjerën time, normalisht, se nuk e
nuk e di nëse doja dilja vetëm, se për shaka, por që vetëm ne jemi në shtëpi për momentin, nuk kemi njerëz të tjerë, edhe nuk e linjëm vetëm, kështu që morëm edhe këtë herë. Meqense në fakt do shkojmë tek një vilë, edhe hapësirë kemi, jemi rehat, të ndarë dhoma, vila shumë e bukur, do ikim në Drimadhes. Janë ato vilat e reja që ku kam qenë para 2-3 vjetësh, ishin duke u ndërtuar, dhe pastaj nuk arrita të shkoj më, një vit isha shtatzon, pastaj një vitin tjetër lindi beki, dhe vjet ku të shkoja më përpara, se kishim 2-3 vite minus nga fundjavat në jug, kështu që kryesisht u fokusuam në Palas, aty ku kishim dhe pop-upin ton, Tami Telestudio. Tani, deri diku ta mendoni të bërit valigje gati për raste të tilla është shumë e thjeshtë për mua, pse do thoni ju. Po janë gati. Këtu kemi kostumet e reja nga Roa Kids. Ja, shikojeni. Këtu janë të Rogertit. Janë kostumet e reja edhe lino, edhe pambuku, dhe normalisht Beki Roy do i marrin të parët, se bëj shaka për që edhe disi i shikojmë, i testojmë të gjitha produktet para se ne i nxjerrim, nëse kanë ndonjë problematik ose ndonjë gjë me masat, detaje që duhet i perfeksionojmë në bazë të asaj që bëm provë. Këtu kanë futur gosat të gjitha ngjyrat, janë shumë të bukura, verore, lino. Besoj nuk keni parë kur lino të kuqe për fëmijë. Ne kemi sjell këtë vit tek Roa Kids. Super ide, super. Dhe shkojnë pak sa bukur duket. Kjo është e Bekit? Po. O zoti ma, do Beki. E kemi sjell me këtë modelin me tutat e gjata, edhe me elastik të këmbët. Ka më bukur? Ska. Tani, se na kombinoka dhe me valigjen. Për marrë këtë valigjen e madhe, ti mbledh gjitha raqet këtu, se vdekja ime çanta të vogla, edhe gjithmonë kështu ndodh, por të paktën kryesoret, ti kem futur këtu, edhe pastaj të çantat më të vogla të kem gjëra që na duan për shpejtësi. Dhe po thoja, është e thjesht të bërit valigje për udhëtima, që më tepër në fillim sezoni, se kemi gati koleksionet. Ja, unë këtë fustanin në gjatë akoma s'kam vesh, edhe thash do e vesh tani kur shkoj atje. Kam një tjetër fustan nga koleksion i ri, kostum të bardhë, nuk po marr shumë gjëra, 3-4 gjëra bazike dhe kryesore, që mos të ngarkohemi kot, çantën tonë të re nga Mi Telestudio, dhe këtu kam një 2 palë bikini i rimora, në fakt ato që kam nuk e di ku i kam lënë, akoma si kam nxjerr bikinit për këtë vit, kështu që duke e ditur që s'kam shumë kohë për të parë dhe për të nxjerr nga ato që kam vjetë dhe për t'i larë, mora këto të rejat. Kam diçka tjetër, edhe kaq. Tani t'i fusim edhe t'i seleksionoj, se nuk do i marrim gjitha kostumet, se janë shumë, se më këtë rast i mora të gjitha në shtëpi, edhe t'i ndaj sipas ngjyrave, të kombinohemi disi, meqense e kemi në dorë të kombinohemi familjarisht. Më të bukur se këto kostumet nuk ka janë të lehta, e kemi sjell me këtë jakën kështu sport, polo, me një xhep të vogël, Roa Kids. Dhe kemi sjell disa ngjyra, ndryshe nga vjet. Kemi sjell dhe kafen, një kafja, o zot, është shumë e bukur edhe tek gocat dhe tek çunat. Kemi sjell rozën sigurisht vetëm për gocat, dhe butterin që mendoj se rrin shumë bukur edhe tek çunat, nuk është se mund ta ndajmë si ngjyrë. Sa bukur. Për të veshur gjithë verën. Tani kalojmë tek kostumet pambuku, që gjithashtu janë kaq cute. Kemi sjell dhe ngjyrën blu, që më thënë të drejtën e veshin dhe gocat. Baby bluja është shumë edhe në mod. Nuk e di nëse po duket mirë, se jam kundra dritës këtu. Besoj se i kuptoni si ngjyra. Por edhe për çunat që dihet bluja. Baby pinku, që është vetëm për gocat, çunat se veshin dot. Tani t'ju tregoj dhe këtë kostumin jeans që ne morëm. Nuk e di nëse keni parasysh atë dyqanin e famshëm për fëmijë që është hapur tek rruga jon, që kemi edhe ne dyqanin. Kjo është, këto janë nga një brand Lois Misha. Lois.
misha. Shumë të bukura për bacon. Nuk e di atë jam marrë me vete, besoj do jam marrë me vete se duken tamam verore dhe plus që këtë xhaketën vetëm tani deri në mes qershor mund ta veshim mbas ditëve se pastaj bëhet shumë vap, por që mund të jetë pak fresk, darka, edhe do ja vesh. Do ja vesh edhe me gjëra të tjera, por edhe set është shumë i bukur. Sa cute. Tani ika se më duhet të fokusohem, mos harroj ndonjë gjë, se edhe duke bërë muhabet, edhe duke i ndarë, edhe duke i parë, edhe duke i menduar, nuk e bëj dot. Jam e shpërqendruar, kështu që më duhet të përqendrohem. Zot, shikojeni pak. Shikojeni pak. Masa 24 muajshe. Okej, fix për bacon, për është oversize. Sot ptiqa, është më shpi jashtë. Edhe me këto vrimat në para. Urojt na mbaj koha se sot të ka qenë shik tepër që e ka dhënë diell, shtunë të diell të paktën. E di se ky shiu disi e ka ftohur kohën, se ishte super vap, ja 2-3 ditë, por që s'kem çfarë bëjmë tani, kishim rezervuar, edhe nuk kemi kohë që ta marrim shtruar. Që kemi marrë dhe qumshtat, për lëviz këto i kam marrë dhe i jap, këto që janë të gatshëm. Tani, disi bacon nuk është se ka nevojë më për qumësh, por e ka më shumë si llastim, këto e pëlqen shumë nga shija mbase, edhe ja kam marrë në darkë, kur e vim në gjumë dhe kryesisht në drekë, ose kur qanë e mërzitur, kur do të llastohet, 2 herë në ditë japim qumësh, biberon, ja mbajmë, nuk është se e përfundon të gjithin, kot them, por e kombinon me ushqimin normal. Thjesht këtë e ka si të vetën. Plus që deri në 2 vjeç do përdor këtë kontamin dhe pastaj nuk do jap më, se do shikoj ndonjë qumësh tjetër, por ende nuk jam vitur. Më komentoni nëse keni ndonjë sugjerim, çfarë keni dhënë ju fëmijëve mbas 2 vjeç mbrapa ose 1 vjeç e gjysmë mbrapa, nëse beki dhe 1 muaj e gjysmë bën 2. Kështu që më sugjeroni ndonjë qumësh që mendoni se ja vlen për të marrë. Kam menduar për ato bio, por nuk po gjej një person të sigurt që mund na e sjell pa patur frikë se si e ka. زي ما تفشل Se më zhik shumë e po pa tjetër. Si kom që kisi? Shikon e ka për vajtë. Buka, nana! Do kështu? Do lë shtrydhe? Si hojnë nga, në lapë. Okay, I want my wings so I can fly away from shade. Vlohesh. Hajde. Hajde, mama. Doja. Becky. Yum, bravo.
Tani do ju bëjmë një tur vilës tonë, ku ne do qëndrojmë këto 2 ditë. Kemi garderobën, sa po futesh është një tualet. Vendosim edhe kartën. T'ju tregojmë, kjo është njëra nga dhomët. Këtu është kuzhina, divani është kthyer në krevat. Kjo është kuzhina. Kalojmë televizori dhe dalje jashtë. Kalojmë nga dhoma e gjumit. Është kjo këtu, se e bukur. Këtu kemi edhe vask. Kjo është banjo kryesore e madhja. Dhe dalim këte me pamje nga deti. Sa bukur. Wow. Ja, papi. Ne jemi vesh, kemi dalë. Kemi qenë gjatë gjithë kohës u gozëm me njëri tjetrin, beki qante, nuk donte të vishe, Roi nga ana tjetër u mërsit, unë isha me vënesë për të kapur dritën e bukur për fotot, o zoti madh, kështu është kur je gjithë familja dhe këte i dojë që të bësh kontent, memorizosh foto, video, por që nuk ja del, me thënë drejtën, ja. Bëm gjitha të gjëra mbasdite dhe nuk filmova do se nuk arrit do t'i bëj gjitha. Por shikoj një pak sa bukur është këtu, drita. E adhuroj. Vërtet dukem sikur jam diku jashtë, nuk ka vende më të bukura se në Shqipëri, më thënë të drejtën. Thjesht ndryshe nga jashtë, ndryshon vetëm shërbimi, njerëzit, detajet. Ka shumë detaje që janë mangut, edhe për vlerën që ndonjëherë pagua nuk i merr kurrë. Por gjithsesi në fund ditës për këtë pamje, për këtë lloj qetësie, aq më tepër tani në maj është shumë qetë, ja vlen. Unë nuk naqa deri tani jemi duke e shijuar maksimum, kemi pushuar fjeta pak gjumë, unë vdes të flet gjumë në shezone, pishine, plazhi, çfarë do lloj gjëje të jetë, por më pëlqen shumë, duket sikur është gjumi më i mirë ever. Do të thënë, është ai gjumi që ty të ngop, po të ngop me një shije shumë të mirë. Shikoj sa bukur është kjo, piça. Është pastaj perëndimi është tjetër gjë. Ja. Dua ta memorizoj këtë moment se realisht është kaq i bukur, është më i bukur live, por që mundohemi. Sa bukur dhe këtu pasqyrohet. Shumë bukur, super vibe. Adhuroj. Vërtet duket sikur jam diku jashtë, me këtë pamje, vilat shumë të bukura, pavarësisht se ende nuk kam përfunduar mirë. Ka shumë detaje që mungojnë. Por ndoshta nga që janë në fillim, dhe pse nuk e justifikon faktin që ti nuk i ke përfunduar, por merr klient dhe ti i merr një çmim. Ama është vërtet shumë bukur. Është vila, zona, ullinj, gjilpërim. Kjo është rruga, kemi shumë afër restoranti. Nuk kemi as do më parë se e dyta. Po, e dyta. Shumë praktike, edhe me fëmijë, me gjitha. Shumë bukur. Këtu është dhe hyrja. Se mbase nuk ja u tregova. O zot, drita këtu. Fantastike. Me thënë të drejtën, në foto nuk dalin kaq bukura, cilësia në video e iPhone-it është tjetër nivel në krahasim me fotot. Më duket sikur vërtet make-up i shkëlqen sot.
Dhe pse fotot nuk më nxjerrin, vendosa këtë lulën e bekit. E mora për bekin fakt, por që sot më shkonte totalisht me vibe-in. Fustani nga koleksioni i ri i Telesudi është shumë i bukur. Ika tani se presin rrëmujat, fëmijët duke qarë. Pas darke ki marrë këtu të pi kafe në mbas ditës, se s'patëm kohë ta pinin. Edhe morëm porositën, në sollën këtu. Nuk arritëm fare të filmojmë. Kaçe, në. Pis. Jo, mama. Pis. Keqe, ku është nana? Shive nanën? Ku është nana? Ku iku nana? Iku të banja? Shko shifi njerë që po bën të banja? Qa ka fut të dora të gjepi? Qa ka fut të dora? Shko shife. Prap, s'ka sife. Tuta, ke vesh tuta? Nana ti vesh i tutat? Shumë të bukra. Shumë bukra, me lule. Me shapkat e jajes. Shumë bukur. Nuk humbi mami, ka mami këtu. Ku është nana? Ti vesh i nana tuta? Sa të bukra. Edhe trikot. Edhe trikon e bukur. Sa bukur më i beki. Edhe babi. Dhe lahet goqa? Që pishina? Afto dhe ba? Në shumë ftot. Akoma s'ka vera. Dhe lahet goqa ime këtë vit në rojnë. Dhe lahet bask. Mëngjesi, në dita tjetër. Kemi dalë që në orën 6 për ecje. Kemi bërë dhe tani sa hapa 6.000 hapa. Dhe tani dolem bëm ecje në primave, se morëm gjithë dërminën deri në fund fare. Na ka shijuar ka shumë, s'kishte fare njerëz, se duket vetëm ne kemi marrë pushimin të fundjavë. Edhe shumë qetë, shumë ai pastër, gjuma detit. E keni parasysh sa bukur që është te dhe ta mendosh që dalësh për ecje? Nuk e di. E kisha vënë synim që sot të dalë herë, normalisht nesër besoj të dalëm dot. Që është shumë bukur, tani më e ulë për të pirë një kafe, këtu tek Luciano. Shumë bukur është këtu, fantastike. Sa po pim kafe, do ndalojmë pak te supermarketi, marrim ndonjë frut ose pije, edhe për kalamaj, dhe pastaj jemi për tek vila. E për të njësër ditën. Shkojmë tanë në mëngjesin, hapin orën 8:30, tani është ora do shkon gati 8. Edhe e kemi kry gjithë ditën si ftuar. Ndërkohë këtu në shumë vende nuk janë hapur, shumë pak plazhe ishin të hapura, sistemuar me saktë, po pjesa më e madhe akoma s'ishte hapur. Vetëm këto vendet kryesore ishin të hapura. E bërëm dhe supermarketin. Tani po ikim të fëmijët. Roy është zgjuar, nuk e di, ishte zgjuar Beki? Apo ende jo? Shikoj një pak sa pamje bukur. Ne u kthyem te dhoma, po ikën te mëngjesi dhe thash përfitoj të tregoj pak sa bukur duket pamja në mëngjes këtu. Nuk e di.
Fantastike. Dua të ri këtu. Shikojnë ku kanë dalë. Janë në plazh, ku son Margetin. Shkojmë te kafja, në fakt do bëjmë gati, po pastaj do kalojmë te plazhi. Jam bërë gati për të dalë. Ndryshova fustanin, kam veshur këtë fustanin lino, çantën e Tele Studio, kapelja, syzeve. Voila, jemi gati. Pjesët e i kanë shku në plazh, por që unë e mora u shavash. Me shefin tim, u kënaqa, foto, video, skincare, tamam si pas shefet. Ndërkohë ata nëpër se ishin këtu që të me luteshin, ikim si mi vonë. Më pëlqen fakti që është dhoma kaq afër plazhin, pse tjetër mund dalë në plazh dhe nuk privohet nga vonesat që ne bëjmë zakonisht. Uja? Ku është uja? Uja. Plagji? Ka te plagji? Pazi? Do të gordon për të. Pazi? Ka pazi? Atje? La bukur pazi. Bukur pazi. Ja. Oi, dashuri. Do vish të mami? Hajde. Hajde, mamushi. Gjaji? Still nothing. Lexoj bek, lexoj. O papi, a ka patate? Po më pa? Po linguini? Po. If he's just too tired from his bath and daycare, maybe my local animal shelter has this program where you can take one of their dogs for the day, just on a little adventure. Cute. No one answered. Dolem për mëngjesin. Do detin ajo. Nuk kemi dëgjuar shumë. Dje ka qenë bazditë një bazditë kaotike. Mezi u bëm gati derisa dolëm, ka qenë shumë ftohtë dje dhe sot. Domethënë tamam i ftohtë i dimrit edhe po na vinte shumë keq se ne kemi ardhur deri këtu këto pushime verore dhe ta mendosh që ne ishim erdha mami përgatitur jo për kaq shumë ftohtë, gjëra vere, diet, normal. Edhe këte i keq të visheshe hollshëm, se s'kishe shans, domethënë unë që e mbaja veten për trime, edhe unë kam ngrit ftohti, nëse s'plëvitosem deri në fund të pushimeve, ja kam hedh, por që më thënë të drejtë ka qenë shumë keq, sidomos dje kur shkuam tek Zoeora,
pak shkuam në Vënesë, ishte shumë ftohtë, shumë ftohtë. Ishte dita e 2 që e kishin hapur, me sa kuptova, s'kishin gati asgjë, gjysma menus nuk ishte fare. Gati 2-3 gjëra që ne porositem ishin skandaloze. Domethënë unë kam diku të 3 vite që s'kam qenë te Zoeora, për shtatzanive, lindje me radhë, po nuk e di nëse është gjithmonë kaq rënd apo ishte viti dhe faj që sapo ishin duke u hapur. Me thënë drejtën këtu te Drimadhes ushqimi ishte perfekt, super i mirë, i shishëm, i bollshëm, realisht siç duhet të ishte, edhe për çmimet edhe për gjitha, ama te Zoeora çmimet stratosferë dhe shihet skandaloze, sasia, çdo gjë s'm ka pëlqyer fare. Kemi ikur super shumë të shkënjyer dhe ikëm me vrap duke qenë se edhe fëmijët s'po doronin më, as të ftohtin, donin të hanin se për fëmijët s'kishte asgjë, e kështu. Pastaj erdhëm gjumë, se ishim super shumë të lodhur, të lodh shumë edhe i ftohti. Hajde, se ty po të prisja. Tjetrën. Jemi ujë për kafe në vetën. Bekusha. Beka. Puça. Ja, puça. Pra puça princesës. Puça princesës. Sa do vesh pucës beka. Unë dhe Rogerti erdhëm të dhoma, po harruam kartën se kishte mami Rogertit. Edhe të bëjmë gjërat gati i kisha bërë në fakt, por kryesisht të mblidhemi që të dalim. Unë do të vendos edhe pak fare mbrojtjes dielli, po me ngjyrë që të marrim pak nurë. Po kuptoj sot jam si e bardhë, ose është dielli i keq. Më thënë koha, sa e vrentur sa me diell. Kam veshur këtë kanatierën poshtë, ky hudi më shpëtoi. Realisht duhet patjetër të merrni një hudi kur lëvizin në jug fundjavave, se sido që të jetë edhe kur është shumë ngrohtë, darkat janë ftohtëse. Këtë është mal, me pak fjalë. Kjo është vila jon, ka qenë vila më e bukur. Edhe kur po shikoja gjitha vilat tjera, vila jon e kishte balkonin 0. Që të thotë, domethënë, dukej vetëm deti, balkoni dhe xhami. Kurse vilat tjera e kishin me shtesa muri. Okej, këtë detaj që shikoj vetëm unë, ndoshta jam pak sa e çmendur. Për disa ka rëndësi vetëm pamja e detit, po për mua kishte rëndësi që ishte e gjithë pamja e pastër. Kishte shumë balkon edhe pavarësisht se nuk e shijuam shumë pjesën e pishinës, roj dhe unë u lava gjysmën në parë të ditës, por që mendoj se du të rikthehemi prapë. Realisht e kemi shijuar. Sa e bukur hyrja. Ky vibe më pëlqen shumë, i përshtatet fix tamam si vibe i Mykonos, që më ngjajnë këto vilat, ose edhe kur kemi qenë në Zakynthos. Kurse kam thënë dot. Që kemi qenë te Olivia, çka e tillë. Perl, domethënë pak a shumë i njëjti vibe. Ju thash që jemi mbledhur Rogerti. Edhe tani thjesht do dalim. Nuk jam gati për ta lënë këtë pamjen, shikoj pak. Nuk jam fare gati për ta lënë. O, zot. Nuk e di. Adhuroj shumë detin. Unë jam vajzë vere, deti. Nuk bëj dot kompromise me dimrin, sado që është pjesë e stilve dhe jetës, por që shikoni pak. Në istin që më jep deti, pamja, sado që është ftohtë, fryn erë, s'ka problem, prapë e kam atë ndjesinë e bukur. Edhe pse kishte dhënë diell këto 2 ditë,
Fatkesisht është më keq se ditën e parë që kishte rënë shi. Erdhi fundi pushimeve tona të fundjavës, por jo të verës, sapo kemi filluar. Gati. Kam veshur këtë kostumin e bardhë lino, bikinin këto ngjyrë kafe nga vjet. Edhe gati. Sa i natë këtu s'kishte një pasqyrë të madhe, i urrej dhoma që nuk vendosin dhe nuk mendoj një pasqyrë të madhe nga këmbët e koka, do të thënë është kjo, por është gjysëm. Do e një të madhe, sidomos për pushimin verore. Nuk duhet të mungoj kur. Nuk e kuptoj kush arkitekt nuk e ka menduar që të vendos. Okej, jemi gati. Qa tha? Sa më kënë tjetër. Ba. Erdi gati i kema? Knaqe. Pse me nervaroj? Se kam dafi me neve. Kush ka bërë me nerva? Ne kemi arë në shtëpi, u kthye në realitetin tonë të bukur. Në fakt, nuk po e them me ironi, mua më pëlqen rutina ime, pavarësisht se do e lodhshme dhe e ndryshme është. Sot i madh është bërë një super renovim. Edhe më duhet tani të hap gjithë valigjen, gjitha rrobat, t'i lajm. Duhet t'i ndaj vetë se po më prish në gjë vjera ime kur t'i fusë për t'larës të e fusë gjithë. Që më duhet t'i ndaj dhe t'i sistemoj vetë të gjitha. Opa! Që është për t'larë, me nda si pas ngjyrave. E lajm gjitha në fakt, nuk është se do ndajmë në gjë. Në fakt, unë pjesa më të madhe i vesha, se pak gjëra mora, po të fëmijëve. Edhe fëmijëve, nuk është se u vesha gjitha, gjithmonë marr të kem rezervë, se asnjëherë nuk i dihet. Të fëmijët gjithmonë ngarkohen, më shumë se ç'duhet. Dhe përfundoj duke mos i veshur. Në fakt, ishte shumë ftohtë, kështu që gjërat që unë mora ishin të gjitha të holla, lino me mangë të shkurtra, pambuku me mangë të shkurtra, edhe normalisht që nuk i përdoren. Do lajmë gjitha ta, tu kam qante. Tani, di e se qëfar përqesi do bëj tani, e di çdo mami pasi kthehet nga pushimet, do heq edhe ti sistemoj të gjitha, edhe të mundohem t'i jap drejtim kësaj dhomës, sepse kur e kam dhomën rëmuj, unë e filloj javën mbrapsht. Do me thënë, unë po nuk jam e rregullt për njësur javën. Ja, gjithandi ka rëmuj, gjithandi ka rroba. Bërëm pak rëmuj kur unë nisëm, kisha have mos harroj asnjë gjë, edhe kështu ndodh. Rregullon një gjë për një tjetër. Bye. Bye. Bye.